Sot kemi Andi Bushatin, e dini, e njini të gjithë, disa e duan shumë, disa e urrejnë shumë, është një gazetar dhe analist që ndan, apo jo, Andi? Ky efekti që këte njerëzit, dallon edhe në takimet kush nuk të njeh, kuptohet? Unë dalloj më shumë ata që s'm kanë qef. Kështu, ka reagime, ke patur reagime të forta? Her pas here, po. Vërtet, në rrjetet sociale në kështu. Po në rrjetin e përditshme, kur vete në një restorant ku s'ke qenë kur, apo ka ndodhur ndonjëherë, tregon një histori? Ja, para se të vija këtu, për shembull, më kapi një miku im I vjetër u kryqëzuam në rrugë, edhe tha, po mirë që kritikon më burr, tha, po paktën mos shaj dhe mos godit her pas here tavolinën, tha. Po dukej që nuk e kishte ke tavolina, e kishte me qëndrimet, jo me gestikulacionin. Tani që më tregove këtë, më ndodhte e njëjta gjë. Shpesh dëgjoj nga disa që shqetësohen se unë ngërëzërin. Kupton, edhe unë habitem, këta sikur jetojmë, nëse jemi në Norvegji, që të shqetësohen për faktin që unë ngërëzërin dhe atësarojmë. Dhe edhe unë e kuptoj që ata se kanë me ngritin e zërit. Ata kanë dakord, ju vjen keq që unë sulmoj Ramën apo majorancën, sepse ata mendim kanë. Por ajo që më përshtypje është të thonë tani unë atësarojmë ndonjëherë, okay, gaboj, do doja dhe unë të isha më I qetë. Por kur ti të thonë Tauland Balla, apo Braçe, apo përfaqësuesit e majorancës, të thonë, shiko, po qa është kjo, pse ngre zërin? Por tani më fal, kur ti kap një hajdut në shtëpi, do ngre zërin, se nuk I thua, shiko se po më vjedh, të lutem, mund dalësh jashtë shtëpisë, do t'i bërtasësh apo jo? Është normale, se nuk e kontrollon reagimin në raste të tilla. Ne kemi arritur në atë fazë që këta janë lodhur duke vjedhur edhe pasi vjedhin thonë, po pse na shqetëson më burr, ke parasysh. Dhe mos na shqetëson, mos vërti tani se unë do vazhdoj ta bëj këtë. Po fiks, të duket sikur ata janë lodhur duke vjedhur edhe thonë, po ju si nuk jeni lodhur duke na parë duke vjedhur, vazhdoni ngulni këmbë. Nëse, atëherë, thjesht, unë mendoj, unë ftova aty për një arsye shumë të thjeshtë, sepse sidomos në çështjen, atë që unë mendoj që çështje shumë e rëndësishme, që është ajo e drejtësisë, ti ke një këndvështrim pothuajse totalisht kundër, dhe kundër edhe të tjerë kanë të njëjtin mendim kundër, por te të tjerët unë nuk kam besimin që ata e kanë genuina të mendim, por janë kundër sepse po I preken interesat e tyre ose interesat e atyre që I ushqejnë me para dhe me pushtet. Tani, unë çfarë shoh, nuk e di çfarë mendon ti, nuk mendon që në një farë mënyrë kur flitet për drejtësinë, që është një fenomen, është një ngjarje shumë e rëndësishme në këto 35 vjet, ajo që po ndodh sot. Nuk të duket sikur po merremi shumë me vogëlsira në mënyrë sipërfaqësore dhe nuk po e shikojmë ndryshimin e madh që po ndodh në Shqipëri. Ky është një këndvështrim. Unë mendoj se nuk është këndvështrim që ka një ndryshim? Që ka një tronditje ka, por a është tronditje pozitive dhe shpresdhënëse? Po që ka një ndryshim, pastaj është I mirë apo është I keq e diskutojmë. Po ka një ndryshim. Ka një ndryshim. Po, dhe nuk e shikojnë që me këtë ndryshimin, në vend që të merren duke parë në tërësi këtë fenomen, merren me vogëlsira, e kapën se kapën, thjesht edhe kjo që ndodhi me Belinda Ballukun, me drejtorat e saj, jo duhen pezulluar, jo s'duhen pezulluar, du t'japin dorëheqje, s'du t'japin dorëheqje. Është kjo një këndvështrim dhe një analizë përfaqësore asaj që po ndodh në Shqipëri, në fundit, por kur kanë vajtur ndonjëherë aq afër kryeministrit, heqim një sekondë që kemi të bëjmë me Edi Ramën. Kur në Shqipëri, jo në këto 35 vjet, shkojmë edhe gjithë historinë e Shqipërisë, kur drejtësia ka vajtur ndonjëherë tek I madhi fare, tek ai që mendonte se ishte I plotfuqishëm dhe I paprekshëm. E para drejtësia s'ka vajtur asnjëherë ke I madhi në Shqipëri. As ka guxuar t'i afrohet. As ka guxuar minimumi ta marrë njëherë në pyetje. Pra, në qoftë se ne kritikonim atë drejtësinë e vjetër, çfarë I thonim? Ore mirë, më mund t'jeti pafajshëm Sali Berisha për Gërdecin, për 21 janarin. Po guxo ta marrësh njëherë në pyetje se ka qenë protagonist në këto ngjarje. Edhe Ina Rama atëherë quhej kundërshtare Sali Berisha, po nuk guxoi ta marrë njëherë në të vetme në pyetje. Pse? Tregon që kryeministri ndihet I paprekshëm ndaj drejtësisë. Në këtë situatë jemi dhe sot, po ky ishte vetëm shembull, unë duhet merrem me
thelbin e temës që hapet ti, Agron. Dhe më thënë, kush është thelbi? A kemi ndryshim? Pa tjetër kemi një ndryshim drastik. A është ndryshimi pozitiv dhe shpresdhënës? Unë them jo. Në një ndryshim drastik, kishim dhe me drejtsinë e plepave të Berishës 92. U duk se po bëj nami, u bën gjyqje që atëherë quheshin gjyqje si gjyqi Nurembergut kundër kastës vjetër komuniste. U dënuan ministra si Gens Ruli, u dënua Fatos Nano, u dënua Recep Puka, u mor prokuroria me ta. Por një drejtësie e ngjizur shtrëmbër, pa tjetër do degradoj rrugës. Ne jemi sot me reformën drejtësi si reforma e plepave të Sali Berishës, që ka pasur qëllim në gjenez politik dhe rezultatet e deritanishme janë desekuilibrim i klasës politike dhe i ekuilibreve politike në vend. Prandaj unë jam skeptik me atë që ka ndodhur, me reformën, me SPAK-un, me gjykatën kushtetuese, me çfarë doni. Tani, e di si duke të dëgjuar, unë jam i bindur, nuk kam asnjë dyshim që qëndrimet e tua, kjo është mendimi im, kjo është bindja ime, qëndrimet e tua janë autentike, janë të vërteta, nuk janë shërbim të askujt. Por kjo qasja kaq negative, me kaq shumë dyshime, që janë të drejta, janë legjitime, nuk po them që janë, gjithmonë kemi arsye pse të dyshojmë. Gjithmonë, edhe kur e shohim diçka, ne kemi arsye që të dyshojmë. Po kjo mua duke qenë kaq kritik, nuk rrezikojmë që njerëzit mos kuptojnë asgjë. Sepse nëse ne diskutojmë dhe vëmë në dyshim që të arrestosh, të marrësh zvar një kryetar bashkie nga Zyra, ta çosh në burg, është një gjë, nëse ne jemi të bindur që është i korruptuar. Zvar morën Ilir Metën, ata e morën si sotri. Kryetarin e bashkisë. Shiko, po sekretari i bashkisë tani mos ti futim, e kupton që janë kthejmë janë detaje. Po, dakor. Kupton? Për mua është zvar. Kur ti vetë e merr, bile për mua është më e rëndë dhe është më domethënëse të marrësh kryetarin e bashkisë në detyrë, numrin 2 të majorancës nga Zyra e vet, sesa të marrësh një ish president që është me makinë, nuk ka asnjë mbrojtje, asnjë pushtet edhe ti e fut në burg. Duket më e fortë kjo e Erion Veliajt. Dhe tani, nëse ne edhim ndyshim gjithçka, nëse themi, nuk arrim të dallojmë që kjo është të luftosh korrupsionin dhe të luftosh pandëshkueshmërinë, dakord? Nëse ne vëmë dyshime edhe këtë gjë, po i bie atëherë që nuk shpjegojmë dot asnjë gjë, nuk do hedhim dyshime mbi gjithçka. Nuk dallojmë dot më çfarë është e drejtë nga e gabuar, çfarë është e mira nga e keqja, që në fakt nuk është e lehtë ta caktosh, por ne duhet të pajtohemi me disa, se nëse hedhim dyshim, vëmë dyshim gjithçka, atëherë themi, ne mund të thonë diskutojmë tani se rrezikojmë të bëhemi si këta që thonë që toka është e sheshtë. Më kupton? Po ai nuk e mund dot me argumenta, edhe atë po ekstremizoj, nuk dua të po ekstremizoj. Kupton, nuk kam ne diskutime akoma që thonë që pse gjatë komunizmit jetoi mirë. Kishte edhe gjëra të mira, kupton? Po ishte debat, nuk e mund dot atë. Askush nga ne nuk e mund dot. Dikush që është i fiksuar në idenë e tij. Çfarë mendon? Atëre. Edhe më fal se do ta mbyllja argumentin. Dhe është një dëm shumë i madh për ato, le themi, për momentin, për këtë ngjarje historike, tani të mosh faktin dhe të krahasosh drejtsinë e SPAK-ut, e Dumanit, pavarësisht edhe kritikave, pavarësisht edhe rezervave, që të gjithë kemi, drejtësia nuk është perfekte në asnjë vend të botës, jo më tjetër në Shqipëri, dhe ta krahasosh me gjyqtarët e plepave, duket egzagerim. Nuk është se duket egzagerim. Është një qëndrim shumë ekstremist. Më kupton? Mund të jetë i vërtetë, unë nuk e vë dot dyshim, por faktet tregojnë ndryshe. Aq më tepër kur duhen motivuar. Jo. Si mund të krahasosh? Më fal një sekond. Si mund të krahasosh tani? Çfarë po ndodh tani? Ti thua nuk ka mbajtur Edi Rama, po si çfarë pret ti që të vend ti vën prangat e Edi Ramës, vetëm kur ti vën prangat e Edi Ramës, ka mbajtur te Edi Rama, të vend ti arrestojnë zvendësin e tij, ti vën në zyrë, numrin 2 të qeverisë, or ti arrestojnë të gjithë. Nuk akoma ne diskutojmë, jo, po nuk po vën. Po janë shumë afër, mund të themi që janë shumë afër? Jo. Nuk mund ta themi që janë shumë afër. Padyshim jo. Nuk është, po çfarë duhet të bëjmë për vetë shumë afër? Çfarë do quajeti shumë afër?
do vim prap në këtë tryezë, po, çfarë do quhet ti shumë afër? Në këtë tryezë, po. Vije kohën sa duash dhe do themi që janë prap larg, po nuk ka rëndësi kjo se si. Edhe kur të arrestojnë Edi Ramën, edhe kur të marrin hetimin Edi Ramën. Këtu. Kush është problemi? Se u hapën një 3-4 tema. Njëherë faleminderit që më dhe mundësinë të sqaroj këtë. Se unë jam dakord me ty që ka shumë njerëz që e kritikojnë reformën drejtësi dhe SPAK-un të nisur nga në malafede, si të thuash, nga interesi tyre i vogël. Unë e kam pas ndryshe. Mua po të më shofësh qëndrimet vitet 2016, 2017, kam artikuj të tërë që janë pro reformës në drejtësi, kundër Berishës dhe Metës që donin ta pengonin, pra një farë mënyre kam rënë dhe unë viktime atij narracionit që thurën Rama dhe diplomatët në fillim. Unë kam ndryshuar mendim duke parë faktet. Mbaj mend dhe i kthehem shpesh, asaj kam bërë një debat fort me Fatos Lubonjin që ka qenë kundër reformës para meje. Dhe unë i thosha, po ti thua më mirë 3 banda se një band, le të shtohet dhe i band dhe 4 të drejtësisë dhe le të luftojnë me njëra tjetër. Ai thoshte jo se kjo është banda që shëri Shërben Ramës e tjerë. Fatkeqësisht ka pas ai të drejtë. Kështu që nuk e kam qenë me një pozicion me partipriqë në fillim. Duke parë faktet kam ndryshuar mendim. Tani, përmende rastin e Veliajt. Unë e di që ka shumë njerëz të vjedhur, që ndjen të papërfillur, të vjedhur, që kënaqen kur shohin Veliajn në burg. Ndërsa unë them, nëse një ditë do ndëshkohej Veliaj, do ndëshkohej për fustanet e Ajolës, apo do ndëshkohej për inceneratorin, për teatrin, si profesore, totalisht është themelore. Jo, nuk është fare. Sepse, dhe këtu vim ke pyetja tjetër, duhet që këta të fitojnë certifikatën e pavarësisë për të shkuar ke Rama? Absolutisht jo. Unë do them një fjalë të mirë për drejtësinë dhe SPAK-un, kur për herë të parë në këto 6 vjet të bindem që një çështje, ore inceneratorët, ore koncesionet shëndetësi, ore me Gonigalin, ore tunelin e Llogaras, ta zbardhin nga fillimi deri në fund. Këta bëjnë gjueti shtrigash, këta bëjnë kalkulim me drejtësinë. Ne themi sot dhe marrim statistik deputeti Alqi Bllako, ministri Lefter Koka. Po ti e ke denoncuar më shumë se unë çështjen e inceneratorëve. Por te çështja e inceneratorëve deri tani ty t'janë dënuar njerëz për asnjë % të shumës që është vjedhur. Dhe ato shuma nuk janë kthyer. Ne këto i marrim statistik, po kjo është një tallje me zbardhjen nga fillimi në fund të një çështje. 0 çështje të zbardhura. Unë ja bëj të gjithëve si test sa i ryn debate. Më thoni një gjë që ju ka kënaqur drejtësia. Një gjë që ju jeni nga fillimi në fund që ju ka bindur që ka zbardhur diçka. Shiko, çështja është këtu. Çështja është këtu. Ne nuk e di ke vënë re apo jo. Unë nuk dua të dal në mbrojtje të SPAK-ut. Jo, po debatojmë mendimet tona. Unë flas për drejtësinë. Unë nuk po them që në drejtësi janë gjithë kulluar, janë gjithë pa korruptuar, janë gjithë pa kapur. Se po t'ishte kështu, nuk do kishe ti gjithë trupët diplomatike që kujdesej që mos të kapej SPAK-u. Se nëse janë aty për të kujdesur, i bie që nuk kanë besim as ata tek i gjithë SPAK-u. Dakor? Kështu që nuk ka asnjë dyshim në këtë gjë. Por disa gjëra duhen thënë. Tani unë nuk jam ekspert drejtësie, por di që edhe e thot edhe vazhdimisht edhe Dumani thot, ne veprojmë në bazë të provave dhe do veprojmë. Jo, ne nuk ndjeki vetëm çështjen më të madhe, ai do ndjeki çështjen ku ka prova. Se vjedhja mund të jetë gjigante, miliarda euro, po s'ka prova. Sepse nuk ka prova. Nuk ka. Ne e shohim, ti mund të thuash, ne shohim deputet me 2000 euro rrog që vinë me 200.000 euro makinë në parlament. Ti thua, po ti nuk e shikon mas bardh, xhire që është ai dut ai. Por nuk ka prova. Nuk ka prova. Dakor, kështu që unë mendoj që një gjykatës dhe një prokuror thotë, unë gjeta prova për rroba. 1 milion euro rroba. Unë do i qepem kësaj. Çfarë rëndësie ka? Kupton? Për drejtësia, jo nuk ka fare rëndësi. Kjo ka rëndësi më fal. Por nuk ka rëndësi kjo, ky nuk është një tregues. As pak.
Nuk është as pak një tregues. Për mua tregues është që për herë të parë ti ke njerëzit më të rëndësishëm që janë në burg, ose janë të hetuar, ose janë të pandehur. Ky është fakt. Hajde bëjmë listën. Ky është fakt. Tani të thuash ti për inceneratorin. Inceneratori i Tiranës është vjedhur nga ana e Edi Ramës nëpërmjet një kompanie offshore. Nuk dihet se kush janë pronarët, qartësisht është Edi Rama, është Edi Rama nga pas, ose të paktën Edi Rama e di kush janë pronarët, po pse nuk na i tregon nëse e di? Apo sepse është dikush që do dilte zbuluar që është i lidhur me ata apo është vet ai. Dakor? Nëse këtë nuk e bën dot Spaku, nuk e bën dot askush, sepse për kompanitë offshore përdoren jo vetëm në Shqipëri, përdoren në gjithë botën. Nuk janë të vetmit prokurorët gjykatës që nuk kanë që përballë kompanisë offshore nuk shkojnë dot për tej, nuk kuptojnë dot se kush janë pronarët. Ky është fakt. Tani ti thua, jo, po unë dua ta kapni, dua t'i kapni, dakor, se s'janë kapur kur, dua t'i jetoni se nuk janë jetuar kur, por për çfarë them unë? Nuk më intereson nëse për Eveliajn janë ngritur 11 akuza për korrupsion, për sa kohë nuk hetohet çështja më e madhe që është inceneratori, atëherë më vjen keq. Nuk po bëni asgjë. Jeni të kapur nga Rama dhe Rama vendos se ju çfarë do bëni. Tani mua, duke të dëgjuar, më vjen mend diçka tjetër dhe kam ndjekur them vërtetën. Ti je në të drejtën tënde të kesh mendime. Absolutisht, e them sinqerisht që secili ka të drejtën e vet. Por mua ajo që më bën përshtypje është se si opozita dhe sidomos Partia Demokratike, si bëhet lëmsh Partia Demokratike duke u bazuar në këndvështrimet e tua, që janë legjitime prej analisti, por që nuk kanë lidhje dhe nuk mund të jenë ylli polar i opozitës. Dhe e di ma solle në mendje, ti e di, ne kemi diskutuar dhe për djegjen e mandateve, që ti mendoje se ishte një gjë e jashtëzakonshme, shumë e mirë, dhe unë edhe ti qëndron, dhe unë jam mendimi që ka qenë gabimi më i madh, idiotësia më e madhe që mund të ketë bërë një parti politike ose drejtuesit e Partisë Demokratike. Por si të qoftë, tani djegja tjetër e mandateve, le të themi, është kjo me Veliajn, është çmenduri të dëgjosh, të shikosh Partitë Demokratike që vjen në mbrojtje të Veliajit. Unë nuk e di pse e bëjnë. Por ti me argumente, unë jam i bindur që qëndrimet e tua kanë ndikojnë. Unë jam i bindur për këtë, nuk po ta them thjesht për të bërë qefin. Dhe tani se besoj as pak, unë jam i bindur që ndikojnë. Në opinionin publik sigurisht ndikojnë, dhe duke ndikuar në opinionin publik, ndikojnë edhe në qëndrimin që mban opozita dhe partia dhe Partia Demokratike. Do ishte e vëmendshme ndaj opinionit publik, do ishte komplet tjetër nga ç'është sot. Jo, Partia Demokratike fikur antenat për opinionin publik. Fare, janë bërë, nuk i kanë fikur fare. Ose më mirë, antenat i kanë, po funksionojnë keq, se kapin gjërat e gabuara dhe nuk kapin gjërat e duhura. Kjo është, dakor, që ata kujdesen. Tani kthehemi te kjo. Ka dalë, falë këtij qëndrimi këtu që po Veliajt po i bëhet një padrejtësi. Si po i bëhet një padrejtësi Veliajt, më fal? Si mund ta thuash një gjë të tillë që po bëhet? 11 akuza për korrupsion. 11 akuza. Dakor? Nuk është e vërtet që nuk janë marrë, nuk ka një vendim gjykate, është pa vendim gjykate, ta ka një prokuror që ka mbledhur prova, disa nga ato provat janë publike dhe janë të qarta. Ka një vendim vendim një gjykatësi që për cilin është marrë i pandehur, ka një vendim gjykate gjithashtu që kanë konfirmuar masën e sigurisë, dhe Erion Veliaj është në burg. Tani pas asaj qëndrimit tënd, Partia Demokratike për një lëmsh dhe vendimi që mori gjykata kushtetuese, që unë mendoj që është totalisht në shërbim të Edi Ramës, dakor? U përshëndet nga Partia Demokratike që hodhi poshtë shkarkimin e Erion Veliajt. Ishte e gjithë një lojë qesharake, ku opozita kishte rënë me këmbë të veta. Tani. Me pak fjalë, disa herë unë jam i bindur që ti e ke marrë në qafë Partinë Demokratike. Ose më mirë, nuk e ke marrë ti në qafë, ti ke dhënë mendimin tënd. Por ata kanë marrë në qafë veten duke parë, duke ngatëruar, duke keq kuptuar një analizë politike, dhe ata e kanë kthyer në një strategji politike. Tani unë nuk besoj që një parti që akoma kanë themel të vetë antikomunizmi mund ndikohet nga një pinjolli bllokut. Pra, kjo më duket absurde. Po përtej kësaj se kjo është batut. Ti e di më mirë se mua që kjo nuk i pengon. Unë mendoj që Partia Demokratike i ka ul antenat për çfarëdo shoqërie. Po të mendonte dhe po të shqetësohej çfarëdo shoqëria,
nuk do ishte në këtë gjendje që ishte sot. Shif avokatën e popullit, shif kompromiset që bën me PS-n e tjerë, luhatjet që ka në qëndrime, mos i hym gjatë se më grish më tepër kjo tema e reformës në drejtësi. Ti dhe mfton mua që mos bijem në detaje dhe pastaj bëhesh enumerativ në detaje për të fryrë sukseset e reformës me Velia. 11 akuza. Po e kush janë këto akuza? Për shembull, është një akuzë që Erion Velia i ka dhënë lejen katund një biznesmeni dhe ky biznesmeni me që mori leje për një shtëpi ke një katund rreth Tiranës, ka hedhë diçka ke llogaritë e Ajolës. Dakord, jam, ky quhet korrupsion. Po në qoftë se ne presim të ndëshkojmë Veliajn për këtë, ndërkohë që Velia është një ingranazh i instalimit të një regjimi këtu. Do me thënë, me mënyrën si ka bler mediat, me mënyrën se si ka vjedhur zgjedhje, mënyrën se si ka korruptuar intelektual, artist, aktor, është ingranazh themelor i një instalimit të këtij regjimi që natyrisht i përdorur nga Edi Rama. Dhe ta trajtojmë Veliajn si një hajdut ordiner është në thelb me drejtësi të vërtetojmë tezën e Edi Ramës, që qëllimet janë të mira, Shqipëria zhvillohet, por ka njerëz që punojnë dhe për brekët edhe për sutjenat e grave të veta nën shpinën time. Pra, deri tani, minimumi deri në rastin Balluku, historia e SPAK-ut është zbatimi në drejtësi i devizës politike të Ramës. Që ne bëjmë punë të mira, po ka ndonjë që vjedh pas shpinës tonë duke ma bërë me hile mua dhe partisë. Në këtë kuptim, unë them që duhet jemi vigjilent për të parë në këtë këndvështrim. Po ndetëm dhe thamë si Urikim që këta janë erojt e fëmijëve tanë, që këta po bëjnë një gjë të paparë në Shqipëri. Bëjmë propagandë, por nuk i hym thelbit të problemit, i cili për mua vazhdon insistoj që është negativ. Tani ti thua, po të qëndrojmë deri te Belinda, se me Belindën ka ndryshuar, me Belinda Balluku, nuk është më Belinda Balluku akuzohet. Akuzohet për incenitorin e saj, le të themi. Tuneli i Llogaras. Dëgjoj, po ta shohësh, akuza është qesharake. Shkelje barazisë në tendera shkon nga gjob. Jo, po mirë, dakor, tani do të flasim për dënimin. 2 vjet. Po. Por sidoqoftë po flasim, por në këndvështrimin tim për të qenë të ndershëm, kemi një thyerje. Mua më duket sikur është hera e parë që SPAK-u dhe GKK-ja po bëjnë një gjë pa i marrë leje Ramës përpara. Jemi akoma në fazën e dyshimit, nuk kemi kohën e dur për të reflektuar mbi këtë, por ajo instikti im ose nuatja ime thot këtë gjë. Dhe këtu mund të kemi një thyerje, po deri këtu gjithçka është shumë e qartë. Tani ti thua që drejtësia është e kapur. Dakor? Që të gjitha arrestimet janë të pilotuara nga Rama, për të treguar që me leje, jo të pilotuara. Tani me leje të pilotuara ose janë pilotuara ose janë pilotuara, tani ose më fal. Ja kush, do të thënë. Më fal, më fal një sekondë, ti ndajmë gjat. Ose për të thënë mendimin tim si e mendoj. Pra, do ishte shumë banale që thosha unë që Rama merr të pilotuara në mënyrë sofistikuara, jo. Domane dhe i thot e dua Lalin brenda muajit në burg. Do me thënë, ndryshe nga shumë faktor tjerë tjetës, te reforma në drejtësi, kemi drejtësin vetë si aktor, kemi pushtetin, Ramën, po kemi dhe i faktor të paneglizhueshëm, që janë BE-ja dhe SBA-ja. Zakonisht, BE-ja dhe SBA-ja, se kanë hedhur lekët e taksa paguzëve tyre, kanë dashur disa trofe suksesi. Unë jam i sigurt që Rama ndoshta nuk e ka dashur në burg, as Ilir Beqen, edhe as Vangjush Dakon, as Belinda Balluku ndoshta s'ka dashur të godit. Ti thua ka gjetur një ekuilibër. SPAK-u ka gjetur një ekuilibër për të kënaqur të gjithë. Edhe Rama.
edhe ndërkombëtarët. Këtu në imagjinatën time, pa e parë skemën është, ka shkuar një ambasador i ka thënë tani këtë duhet ta dorëzosh. Dhe pasi ka marrë lejen i ka thënë Spakut vijoni. E kuptova. Kjo është drejtësia e dirigjuar. Po pilotuar, dirigjuar, i di që po flasim tani. Ti po thuaj që drejtësia është e pilotuar, e dirigjuar, i përdorim termat si ta kesh ti për më mirë. Që gjithë kjo është një farsë, është një teatr, dhe ky është një qëndrim. Dakor, nuk e i vetëm, i ka dhe të tjerë që mendojnë, sepse kjo ide ushqet ose më mirë. Kjo është një mënyrë për të goditur Spakun. Se është një goditje për Spakun. Nuk është një goditje genuine, nuk po themon që është pa interes. Në qoftë se Spakun e godet e vërteta, po normal dhe vërtet e godet, po. Ti në këtë vështrim unë besoj që ti po thua të vërtetën, nuk po thua nuk po e bën, nuk e ndonjë inat personal me Spakun, çfarë të intereson. Ndryshe nga të tjerët që e godasin Spakun, e do godasin për arsye të tjera, jo me idenë që është e pilotuar, po duke thënë që Rama është dëmtuar, është viktima, le të themi, e Spakut. Këto janë dy sulmet që i bëjnë Spakut nga një anë. Por nga ana tjetër ekziston edhe një teori tjetër, që në fakt, se to është teori duket sikur është ajo që në këndvështrimin tim bazohet më shumë i fakte. Ose ka më pak dietrologji, ka më pak dhe populizëm do thosha. Kupton se më pak mister. Dakor? Kemi të bëjmë me një ndryshim të madh historik, ka një pjesë të popullsisë si unë që besojnë që po arrestohen sepse ka ndryshuar, sepse ajo që ndodhi në shumë vende të tjera të lindjes, ku ka munguar ndarje e pushteteve, ku ka munguar pushteti gjyqësor i pavarur, po ndodh edhe në Shqipëri dhe në vende të tjera si Romania, Bullgaria, Kroacia. Ne kemi raste, ka kryeministra pafund që janë dënuar për korrupsion. E njëjta gjë që ndodhi atje tani po ndodh edhe në Shqipëri. Dhe në fakt, po të shikosh dhe rezultatet, ka një koincidencë shumë të madhe midis rezultateve që ndodhen andej dhe po ndodh këtu. Dhe ndërkohë ka një rrezik, ka një rrezik sepse Edi Rama po reagon. Edi Rama po i sulmon, po i denigron, do të uli besueshmërinë e tyre, po përdor gjykatën kushtetuese për të ndaluar drejtësinë. Me pak fjalë Edi Rama po kërkon ta ndalojë këtë drejtësi. Tani kemi 3 këndvështrime, le të themi. 2 që janë kundër Spakut dhe një që është në favor të Spakut. Dakor? Ç'është ashtu, Andi? Duke patur parasysh që unë e di që ti, unë vë dorë në zjarr, me faktin që ti nuk e lidhje me këta të tjerët që e sulmojnë Spakun për interes të Edi Ramës. Nuk se vi dorë në zjarr, jo. Unë kam pas konflikt interesi se më kanë thirrur në Spak. Të kanë thirrur në Spak? Po, donin të bllokonin lapsin. Për çështjen e kam konflikt interesi. Për çështjen e fakti që i kam parë dhe nga jashtë dhe nga brenda, ma ka shtuar dyshimin të kanë thirrur për Spak për patronazhistët, për listën e patronazistëve. Për të mblokuar lapsin. Pra të çështja apo në gjë tjetër? Për të sekuestruar zyrat e lapsit. Tani çështja është pra kam dhe personale, nuk duhet të jemi pa ndershëm. E kuptoj. Tani çështja është por sidoqoftë mua nuk ma heq bindjen që unë nuk mendoj që ti e sulmon Spakun për llogaritë e Edi Ramës, le të themi. Dakor? Por pyetja është këtu. Por si ti ishte e vërtet dhe ti ta kishe gabim. Dëmi që ti po i bën me qëndrimet e tua të vërteta dhe pa interes është jashtëzakonisht shumë i madh. Se e zëm për një moment sikur përplasja e jetë e vërtet, siç unë e mendoj. Sikur realisht në Shqipëri po ndodh një ndryshim i madh. Sikur realisht më në fund pas 35 vjet sundim të korrupsionit, të pushtetit korruptuar, të politikanëve që janë pasuruar në kurisë të njerëzve, realisht këta po dalin para drejtësisë. Dhe imagjino sikur mos t'ia dalin dot të gjithçka të ndërpritet sepse sulmi që po i bëni ju, ti nga një anë me bindjet e tua dhe instrumentat e qeverisë nëpërmjet mediave, nëpërmjet pushtetit që kanë, parave, oligarkëve, t'ia dalin ta ndalojnë këtë ndryshim historik në Shqipëri. Ty nuk do të bënte përshtypje? Jo, nuk do më bënte përshtypje. Unë do isha njeriu i parë i lumtur në botë. Që ta kisha gabim këtë. Po. Pra, por dakor, po ti me këtë gabimin tënd po ushqen ti do ti me këtë gabimin tënd le të si të thuash thyet egoja ime por të fitoje mira.
Sepse kam bërë këtë, dakor, po ti sot nuk je në krah të mirës. Unë besoj që jam të paktët në krah të mirës. Sepse të paktën siç na tregojnë këta me sondazhe që unë si besoj, këta thonë akoma që 70% e shqiptarëve Asa të nuk e beson. Jo. Sepse ka një lavazh totalisht truri, sepse nëse ti sheh gjithë raportet e Bashkimit Evropian që thonë histori suksesi, histori e spakut, nëse ti shef një ambasadore që thotë ta janë herojt e fëmijëve tanë deri këtu kanë arritur. Pra ka një propagandë që ky spak do e shpëtoj Shqipërinë, sa disa zëra në shkretir si puna ime nuk e mpakin dot entuziazmin e turmave për spak. Po pse nuk mund të jenë heronj të fëmijëve tanë? Se e kam dëgjuar shpesh, pse nuk mund të jenë? Për shembull, në Itali, ku un kam jetuar, Falcone, kam tiket treti mbaj për fëmijët e tu heroj. Un po them, un fëmijët e mi, djalin tim nuk doja ta risja me modelin. Në Itali Falcone është heroj i fëmijëve. Ose të paktën kështu edukohen në shkolla. Ti mund të thuash që të mos bëjmë krahasim. Mos duhet ta vrasin Dumanin që ta bëjmë, që më fal, duhet ta vrasin Dumanin. Katër konkurrentët e spakut nuk kishte po pe një njeri që s'ka më shumë se 200 fjalë fjalor. Unë për djalin tim nuk dua të ketë hero, nuk dua të ketë hero një njeri, pavarësisht edhe sikur të bëj gjëra shumë të mira, me 200 fjalë fjalor. Por problemi ai nuk po konkuronte për poet. Ai po konkuronte për drejtësinë. Tani ne se di çfarë e çfarë më fjala është e rëndësishme. Mirë, është e rëndësishme, shumë e rëndësishme, por ne nuk do të gjykojmë, ne do të gjykojmë, tregon kulturën, tregon shpirtin, tregon integritetin, tregon shumë gjëra. Ne kemi një llafolog të jashtëzakonshëm, apo kemi patur llafolog të jashtëzakonshëm, se kështu këta liderat tani kemi thot intelektualët më të mëdhenj në Shqipëri kanë qenë dhe lidera, sidomos kur janë në pushtet. Nga Sali Berisha tek Fatos Nano, tani te Edi Rama. Ti e di si funksionon, dakor? Kështu që unë nuk besoj se është kjo ajo që bën diferencën. Për mua bëjnë faktet. Dhe fakti është që fëmijët tan kanë nevojë për heronj, si kanë nevojë për heronj kudo në çdo vend të botës, dhe ata që kanë treguar. Ne jemi këtu që jemi sot se 50 vjet i kemi mësuar fëmijët tan të besojnë ke heroj të rem. Ti yshtësh brezat e ri të besojnë ke heroj të rem, është që të risësh breza, prandaj në një shoqëri të hapur ka 70-80% që kanë mësuar lavazh truri për të dashur këtë reformë amerikane europiane, ka dhe një pakic që thot, jini të kujdesshëm. Duhet t'jap një shembull që ti e përmende pak përpara. S'po e marrin fare se thon Ant Bushati dhe Agroni kanë fobi Edi Rama dhe masin punë drejtësisë me Edi Rama. Ka shumë veta që thon. Nuk po e marr. Po të marr. Ishte e turpshme zgjedhja me ambasador e spakut. Është hera e dytë. Dumanin e dim të gjithë e nxori nga xhepi Jurikin dhe imponoi Jurikin. Tani edhe unë dhe ju kemi denoncuar ato tigrat e Vlorës që na marrin 90.000 euro për ditë shqiptarëve pa bërë asnjë lek punë. Jurikim shkoi me Belinda Ballukun, i bëri reklam dhe imponoi shqiptarëve të paguanin për ato tigre. Mendojmë ne se një krye prokurori spakut i nxjerr nga xhepi i Jurikimit do ishte në gjendje të hetonte një allizhverish me ministrat shqiptarë të ambasadores amerikane? Pra, edhe sikur këta nesër më ndodhi mrekullia ose u çmendën goditën e Edi Rama. Prap shtrohet pyetja, a janë këta të pavarur, a bëjnë dot këta drejtësi? A shkojnë sepse ne të keqen mund të na bëjë Edi Rama, po mund të na bëjë dhe ambasadori amerikan, mund të na bëjë dhe ambasadori i BE-s. A janë këta njerëz profesionistë që marrin një dosje dhe i shkojnë nga fillimi në fund. Ky është qetësimi im. Dhe në këtë pikë janë të paaft. Unë besoj që unë dhe ti, edhe po të konkuronin për shef të spakut,
Po të shifnim aty që ishim kuklla ata ambasadorëve dhe vendosnin ata dhe jo ata që do vetonin, do e refuzonim atë votim. Është në dinjitetin e atij njeriu, mos jetë kukull që del nga xhepi i një diplomati dhe jo nga këtyre organeve që kemi këtu. Ata që në momentin që marrin detyrën, ata janë vasalët e të varë. S'ka rëndësi të BE-s, të Amerikës, të Edi Ramës, Sali Berishës. Pranojnë rolin e vasalit në thelb. Andi, çështja është që ti vërtet mendon që problemi i Shqipërisë janë ndërkombëtarët? Problemi i Shqipërisë, ti mendon që po mos ishin ndërkombëtarët, mos ishte prezident, se kam dëgjuar shpesh të gjë tani që ndërkombëtarët, ne duhet vendosim vetë, në një farë mënyrë një sovranizëm lokal ballkanik. Unë e mendoj totalisht ndryshe. Unë mendoj që po mos kishim patur ne Dakor. Po unë e mendoj. Jo, ta diskutojmë me këtë. Unë mendoj që po mos kishim patur ndërkombëtarët ne s'do kishim parë kur demokraci. Atë demokraci që kemi parë, ose nuk s'kemi parë ndonjë gjë. Kurrën e kurrës. Po mos kishim parë ndërkombëtarët, Sali Berisha do kishte marrë pushtetin në 92 si shembori, nuk do kishte lëshuar më. Po mos kishim patur ndërkombëtarët, s'do kishte drejt fjale, jo më ne, unë, ti, të gjithë atyre që nuk u ri goja reate dhe të flasin, dakor, do ishin në përburgje. Unë jam i bindur për këtë gjë. Nuk kam, ne falë ndërkombëtarëve kemi këtë farë demokracie që kemi. Dhe në fakt kemi këtë mendoj dhomë. Falë ndërkombëtarëve kemi këtë farë demokracie që kemi. Unë mendoj që s'do kishim fare demokraci. Ti mendon që do kishim një demokraci më të mirë. Këtu dallojmë. Po. Jo, s'tash. Si jo. Unë po tani këtë farë demokracie ne e kemi, që kemi pak demokraci. Fal tyre, se ndryshe do kishin fare demokraci. Tani, fal tyre ne kemi drejtësi. Fal tyre. Ne s'kemi drejtësi. Jo, dakor. Ore, shiko, është gjithmonë, ky është këndvështrimi im. Unë them, ne s'kishim fare drejtësi. Fare. Një sistem totalisht të kalbur. Ku prokuroria si që the ti, as nuk guxonte ti përmend të emrin. Kur prokuroria u mor, po jo më se nuk është kështu. Dakor. Po mirë, ky është, shiko, e shikojmë në mënyrë totalisht ndryshe. Por ti nuk e mohon dot faktin që nëse sot oficerët e BK-s dërgohen nga Spaku për të hyrë në kryeministri, kjo gjë ndodh fal ndërkombëtarëve. Po mos ishin ata, asnjë nuk do guxonte të bënte shumë më pak, as një të njëjtën asaj që ka ndodhur. Tani kjo është evidente. Ne mund të rinë tani ta diskutojmë, vëmë dyshim gjithçka. Vëmë dyshim që ku e di unë, që ne jemi të lirë të mendojmë, nuk është dikush që na ka futur një çip në përmjet vaksinës, edhe ne tani dikush po na piloton e thot agron thuaj kështu, e dikush tjetër i thot ty thuaj ashtu. Dakor? Tani nëse vëmë dyshim gjithçka. Është evidente. Është e qartë, është fakt. Andi, po kur dyshojmë pra jemi. Urdhë? Dyshojmë pra jemi. Mirë, dakord, por nëse unë prandaj kthehemi tek ajo që po diskutonim, nëse ne fillojmë të dyshojmë diçka atë nëse përdorim logjikën, Andi, kjo është ajo që do të them. Unë shoh një gjë, nëse përdorim logjikën, se dhe të përdorësh dhe të mendosh se po përdor logjikën, ndonjëherë nuk po përdor logjikën, kur nëse kalon në një ekstrem, aq të madh sa thua që arrestimin e Belinda Ballukut ne e gjykojmë dhe interpretojmë si një leje nga Edi Rama, një dirigjim nga Edi Rama. Po mirë, atëherë çfarë bëjmë? Edhe kur të arrestojnë Edi Rama dhe kur i vën prangat Edi Ramës, ne do themi që Edi Rama i ka thënë atyre, më arrestoni mua tani që të mundim të bindim edhe Bushatin, se ky teatri që kemi bërë, se kemi bërë mjaftueshëm mirë, se për shembull Bushatin nuk e kemi bindur që drejtësia është e pavarur. Kështu që unë them, hajdeni, jo, serioze, jam shumë serioze. Hajde më vini pranga, do të thot atyre, që të bindin, kurse për Bushatin edhe shumë të tjerë, që ka një pjesë të popullsisë që mendojnë që vazhdon të jetë. Hajde më arrestoni më ose ndryshe nuk e bindim tot. Edhe po dhe në atë rast do jetë teatr. Tani kjo nuk ka kuptim. Nuk ka kuptim sepse kemi dy tema, se edhe mua kjo e kam shumë për a kam fajin ndërkombëtar. Natyrisht nuk e kam fajin ndërkombëtarët për çfarë ndodh në Shqipëri. Por a jam bashkëfajtor ndërkombëtar? Padyshim që jam bashkëfajtor. Bashkëfajtor,
prap në vështrimin tonë, se nuk është detyra e tyre të na Po rregullojnë. pikërisht ata kanë interesin e tyre. Ata me interesat e vendeve të tyre. Nuk është detyra atyre të rregullojnë. Problemi është që ku më duket ndahem unë nga optika jote, që Shqipëria është më e mirë me ndërkombëtarët, thua ti, unë them Shqipëria është njësoj si me ndërkombëtarët si pa ndërkombëtarë. Pse? Është njësoj. Solle shembullin e Berishës parë, që porëshkiste drejt një diktaturë. Po. Dhe dihet që pa që ndërkombëtarët ndoshta nuk do rrëzoj. Pra, ne revolucionin e 97-ës ishte një revolucion. Edhe 91-shin, më falni. Edhe 91-shin është ndodhur kur pa ndërkombëtarët. Unë atë kam mendim tjetër. Ti mendon se po mos ishin ndërkombëtarët, ne prapë do ta kishim bërë. Nuk do kishim përfunduar si ndonjë Kore e Veriut apo një. Ai ishte një zgjatimi ramizalist, s'ka pas përmbysje të komunizmit. Dakor, ashtu siç ishte. Mos i hym. 97 na rrëzuan diktatorin në tentativë Sali Berisha. Problemi është kur ta rrëzojnë nga jashtë. Ti ke tendencën prap për mos krijuar antikorpet si shoqëri për t'i rezistuar autokracive dhe diktatura. Në qoftë se një shoqëri nuk i stërvit muskujt e vet për t'i rezistuar diktaturave dhe i ndodhin për kulisa nga jashtë t'ia rrëzojnë autokratët, pjellin prap autokratët. Ti thua na i linja i dutët dhe të korruptuarit. Padyshim. Më falni një sekond. Të vazhdoj të na vjedhin, të prekin fundin që t'i rrëzojnë vetë. Pa dyshim. Sepse për ndryshe do prodhojmë gjithmonë të njëjtën fabul. Nuk ka me deus ex machina. Do me thënë, ti ke qenë biznes, unë jam gazetari, nuk mundet që dikush të shkruaj një artikull të mirë apo të fali një biznes dhe t'ju bëre i suksesshëm. Do dështosh, do përpiqesh, do bësh rrugën tënde për të shkuar drejt suksesi. Nëse dikush në një moment të bën një dhuratë, ti do e konsumosh atë dhuratë dhe do kthehesh atje ku ishe. Në këtë kuptim, them unë, nuk duhet presim nga ndërkombëtarët e duhet i shohim me indiferencë. Po kjo nuk është ti unë të njoh për njëri të majt. Padyshim. Dakor? Dhe kjo bie ndesh me mendimin tënd dhe bindjen tënde që dikush që ka nevojë për ndihmë duhet ndihmuar, nuk duhet lënë që natyra të bëjë të vetën dhe të doptit duhet ja dalin vetë. Duhet ndihmuar, por duhet ndihmuar jo duke i dhënë lëmosh momentale, por duhet ndihmuar që të bëhet njeri, të dali nga varfëria, të hyjë një shkollë të mësoj. Pra, jo, duhet. Është e djathtë. Kjo është totalisht e majtë. Kjo është absolutisht e majtë. E djathta ka lëmoshën. Jo, kundërta. E majta ka lëmoshën. Ai që është i varfër, pagën minimale, e majta asistenca sociale, kontributi jetik. Po. Është nëse s'punon, e djathta thot gjej punë. Gjej një zanat, gjej punë të fitosh. Edhe e djathta krijon kushte. Kurse e majta thot jo, ai duhet ndihmuar sepse aq di, ai prap duhet ndihmohet. Që them të vërtetën unë nuk është se jam për ekstremin, unë edhe ai që nuk di, nuk ja del dot, që ka vese, nuk ka nuk është në gjendje që ka një handicap ai duhet ndihmuar. Unë jam i bindur të ndihmuar, nuk jam për ekstremin tjetër. Po jo ndihmuar të mbijetoj. Duhet ndihmuar që të ngrihet në nivelin e tjerëve, në shoqërinë e shanseve të barabarta. Kjo është puna. Jo t'i japim njësa të mbaj frymën gjallë. Kjo është filozofia e majtës. Jo. E majta është bëj të dyja. Njëherë për njëherë japim. Kjo është karikatura e të majtës që bëni ju te ekstremi djathtë. Unë nuk do thash te ekstremi i majtë, më kalove te ekstremi i djathtë. Unë nuk e quaj. As te ekstremi i majtë nuk e quaj ofendim. Unë jam absolutisht i bindur që ne nuk kemi në gjendje. Duhet të jemi realist. Nëse duam një rezultat afatmesëm, flas për afat shkurtër. Unë mendoj që Shqipëria është një vend që ka treguar, por nuk është se ka treguar Shqipëria. Koha në vetvete 30 vjet janë zakonisht shumë pak, ne harrojmë këtë gjë. Ne kemi 35 vjet pothuajse demokraci. Kupton? Amerika ka 200 vjet demokraci dhe prap po ta shikoni është një debat i vazhdueshëm mbi demokracinë. Europa po ashtu.
Kështu që ne nuk mund të pretendojmë në 30 vjet të bëjmë një vend demokratik që nuk kemi nevojë për ndihmën e askujt. Unë mendoj që Shqipëria është një vend që ka nevojë për ndihmë, ka nevojë të mbështetet, nuk do thotë që ata janë perfekt në ndihmën që japin Shqipërisë. Është si një fëmijë i vogël që ka nevojë që ta mbash, që të fillojë të mësoj të eci me këmbë të veta. Ti thua jo, lëre barkas aty derisa të ngrihet vet. Unë nuk shoh, ndihmoje që të ngrihet jo me Deus ex machina. Po kjo është thelbi. Mos është thelbi, se nuk ajo do ishte kështu siç thua ti, nëse do kishim prokuror të huaj, gjykatës të huaj, që them të vërtetën, unë personalisht nuk do shikoja keq. Po shumë keq çfarë po bën me gjykatën speciale në Kosovë. Nuk ka turp më të madh drejtësi se drejtësia ndërkombëtare që bën Kosovë. Atëherë, unë jam i bindur që Shqipëria ka nevojë të mbështetet, ka nevojë për ndihmë, ka nevojë dhe prandaj Shqipëria unë mendoj se do ketë përfitime shumë të mëdha ditën që do hyjë në Bashkimin Evropian, pikërisht se do mbasi nga i sovraniteti të cilin ne flasim, dëgjojmë. Duam të jemi sovran që të vjedhim, duam të jemi sovran që politikanët e korruptuar të vazhdojnë të vjedhin e mos të japin llogari askujt. Jam dakord me ty dhe edhe këtu ne ndajmë të njëjtin mendim në mënyrë le të themi si profesorë ndajmë të njëjtin mendim, do thotë që po dhe puna që quaj mua më duket skandaloze dhe një do thosha një poshtërim prezenca e ambasadorëve në zgjedhjen e kreutërit të SPAK-ut, ishin aq shumë ata sa s'ishte vend për gazetarët, poshtërim më të madh për majorancën, për politikën shqiptare në përgjithësi, po sidomos për majorancën që ka pushtetin, se sa të rinë aty ata dhe të shikojnë që Edi Rama dhe pushteti politik, sepse drejtësia nuk është në fakt në këndësërimin vetëm të majorancës, ne dim është edhe të opozitës, kanë dhe ata arsye pse të jenë, se normale kanë kryetarin e partisë që është i pandehur nga SPAK-u, dhe ata janë aty për të mbrojtur këta prokurorët e rinj nga të korruptuarit. Imagjinoni, është e vërtet. Është poshtërim, po është realiteti. Na vjen mirë apo s'na vjen mirë neve. Ky është realiteti. Jemi një vend që nuk kemi ditur në to 35 vjet të ndërtojmë drejtësi, në fakt do thosha jo në to 35, po që nga pavarësia e Shqipërisë. Nuk kemi treguar që nuk kemi në gjendje të bëjmë drejtësi. Kemi treguar që jo vetëm që duhet të na ndihmojnë, por kanë marrë 140 deputet, morën 140 deputet, i çuan në parlament dhe i detyruan të votojnë. Turpi është për ata që i detyruan, apo turp për ata që u detyruan? Turpi për bashkët. Po ja, ky është problemi, turpi për bashkët. Po si që nga turpi për bashkët, Andi? Turpi për bashkët. Po pse i për bashkët? Çfarë duhet të bënin? Të prisnin të kthjelloheshin vetë edhe të kuptonin që duhet votonin një ligj të ri, duhet të reformonin drejtësinë, çfarë duhet të bënin? Çfarë duhet të bënin? Sepse ne harrojmë një gjë. Shqipëria është një vend i vogël, është afër Europës, ata kanë interesin e tyre. Se unë shpesh dëgjoj thonë, si ishte mundur që interes si e quanin për sigurinë kombëtare. Korrupsioni në Shqipëri cënon sigurinë kombëtare në Amerikë. Njerëzit nuk e kuptojnë ç'lidhje ka. Jo, s'janë pallavra në fakt. Jo, nuk janë fare pallavra. Kanë të bëjnë me faktin se si shteti shqiptar, shoqëria shqiptare prodhon kriminal, banda trafikantësh që të cënojnë sigurinë kombëtare të Bashkimit Evropian, të Shtetit Bashkuar të Amerikës. Dhe ata kanë interes që kjo të japin fund kësaj parajse të krimit, siç është Shqipëria, ne shikojmë për ditë. Pse themun turpi? Ky është interesi i tyre. Pse themun turpi? Natyrisht që për një deputet zgjedhur nga njerëzit, ta marri përvesh një ambasador, e ti thotë do shkosh në parlament, do votosh tu, nuk ka turp më të madh, mungesë dinjiteti etj. Për deputetin do thosha. Për deputet. Po. Njëra anë. Ana tjetër. Ti e këtu në një podcast shpresoj të ftosh një ambasador. Shumë mirë ide. Ose një nga ata të vjetrit që kanë qenë reformën drejtësi. Dhe ti bësh një pyetje thjesht. Por zotëri, të lejon ty konventa e Vjenës të marrësh deputet e një vendi sovran përveshi dhe ti të çosh të votojnë si do ti, madje duke i kërcënuar që do të heqim vizën, do të shpallim non grata etj. Ai publikisht nuk do ta pranoj kurrë këtë, sepse ai në raport me vendin e vet ka bërë një thyrje të ligji, pra konventat ku vendi vet ka aderuar,
në një farë mënyrë është sjell si një bandit, duke shkelur ligjet dhe koventat ku vendi vet, Amerika, Gjermania, Franca kanë aderuar. Pra prandaj them, është një turp i dy anshëm, se edhe këta ambasador kanë vepruar si bandit dhe këta deputet kanë vepruar si fëlliqësirë. Në qoftë se ne duart trokasim dhe themi, ore sa mirë e thiri ky Donald Luja e mori përvesh i këtë dhe çoj të votoj, a duhet na knaq apo duhet na shqetësoj kjo? Dhe këtu kthehem ke zgjedhja e SPAK-ut, që është e njëjta gjë. Trajektoria ime ka qenë nga një admirues në një kritik të reformës në drejtësi. Sepse unë, kur këta thanë fillim 2016-ën, do ngrejnë ca institucione që t'i rezistojnë presioneve, thashe, po kjo që nga një gjë e mirë. Pa tjetër. Po kur shoh sot që këto institucione kanë dështuar dhe këta duhet shkojnë si bedel atje për të imponuar zgjedhjen e tyre, do me thënë që kjo reforma që kam bërë është një fluck sapuni. Këta njerëz dhe këta institucione që u vunë atje u paguan me 5 fish për t'i rezistuar presionit, nuk pas kanë qenë të aftë ta krijojnë të pavarësi. Dhe i duhen prapa ata ambasadorët e 2016-ës që t'i shërbejnë si paterica. Pra, ajo prezenca atje është shembulli simbolik i dështimit që Donald Luja me vllautinin bën, dhe këtë dështim sot e pranon ajo Nancy Van Horn dhe Gonzato, të cilët thonë paraardhësit tanë dështuan dhe ne duhet bëjmë prap detyrimin që ata bën në 2016, para 10 vjetësh. Mua më bën shumë përshtypje që ne vazhdojmë të shikojmë një ndryshim kaq të madh. Siç e thash, ti the gjithmonë të madh historik, po nuk më dhe një shembull ku e mbështet këto epitete. Se gjë me kollajshme thua herojt e madhja, e papërsëritshme. Më thuaj emrin e një zëvendës kryeministri, i cili është marrë i pandehur në historinë e Shqipërisë. Beqir Balluku. Okay. Shiko. Është shumë Recep Puka. Jo, është gjatë. Recep Puka. Është shumë e vështirë. Nga drejtësia e plepa. Dgjaj. Është shumë e vështirë nëse ne heqim dorë nga arsyeja dhe nuk përdorim arsyeën, por përkundazi e përdorim arsyeën thjesht për të rastin konkret, për të bërë mua më vështirësi gjoja me një batutë, se kjo është një batutë, se ne po flasim për dy kontekste komplet ndryshe. Nëse ti thua që Shqipëria, nuk është i njëjti, Beqir Balluku është arrestuar gjatë një regjimi komunist që s'kishte as rregull. Me urdhër të parit fute brenda. Si u arrestuar Ben Ahmetaj, po ti isha un prokuror ja bëja më keq. Të lutem, nuk mund të atëherë. Bilesenveri dhe nuk e thoshte. Dgjaj, nëse përdorim logjikën, nëse ndajmë që përdorim logjikën, se ti s'mund të thuash tani që është e njëjta gjë. Ti nuk e mendon, je shumë i zgjuar për të menduar një gjë të tillë. Se ti nuk mund të thuash që arrestimi i Beqir Ballukut nuk edhe sikur më fal. Unë jam aq pak i zgjuar sa të vëre që kjo është një drejtësi e pilotuar. Dhe në qoftë se Enver Hoxha fitonte nga veprimet e Rapi Minos, Edi Rama ka dalë fitimtar nga veprimet e SPAK-ut dhe të Dumanit. Njeriu më i fortë i epokës post SPAK dhe post Duman është vetëm Edi Rama, që ka shkallmuar gjithçka ka përreth dhe është bërë shumë i fuqishëm se sa ishte para se të krijojë SPAK-u. Ma kundërshto këtë. Jo, e di pse qesh, është tani unë nuk e mbaj vetëm për një gjeni. Dakor, po që tani po merrem me politik, kam për një arsim të lartë, kupton? Dhe duke të dëgjuar themore, ky po ma bën mendje lëmsh mua. Me 3 fjali, kupton? Më fal një sekond. Jo. Tash me vetë, ky ma bën mendje lëmsh mua, imagjino ata që na dëgjojnë, që nuk kanë vëmendjen time mbi politikën, apo dhe që nuk kanë arsimin që kam patur unë.
Ti e kupton se çfarë dëmi i bën këtij vendi apo jo me? Jo, ta them sinqerisht. Më fal, Andi, të lutem. Ti e kupton se çfarë dëmi i bën këtij vendi? Po mund t'ja bësh ti dëmin më të madh duke i përkundur një ëndër të rreme. Si mundesh të thuash që Edi Rama po përfiton nga fakti që i kanë arrestuar numrin 2, ish numrin 2 që ishte Erion Veliaj, të lutem. Ish numrin 2 Erion Veliaj dhe tani tjetrën Belinda Ballukun, sot i kanë marrë drejtoreshën e Akshit, ka drejtora pa fund nën arrest që vazhdon t'i mbajë dhe nuk po i dorëzon, dakord? Dhe qartësisht po i afrohen atij. Dhe kjo gjë po ndodh në një kontekst ku në vende të ngjashëm, po shumë më të rëndësishme se Shqipëria, ka ndodhur e njëjta gjë dhe nuk ka ndaluar te kryeministri. Si mund ta thuash ti tani këtu që jo po Beqir Ballukun, fal, tani këto janë dy gjëra të pakrahasueshme, nuk kanë lidhje me njëra tjetrën. Nuk kanë lidhje. Po flasim për një drejtësi të regjimit komunist që i arrestonte njerëzit për një fjalë goje, dakord? Dhe për një drejtësi sot që ka mbështetjen, le themi, të ndërkombëtarëve sikur ata kanë rënë nga qielli. Jo, janë përfaqësues të vendeve që ne të cilën ne i shikojmë si model, ku duam s'duam, edhe nëse demokracia nuk është perfekte, funksionon. Pse? Se ka sjellë mirëqenie për qytetarët e tyre, për banorët e atyre vendeve. Tani si mund të më thuash mua ti që ata që arrestuan Beqir Ballukun janë të njëjtët me Dumanin, i cili ka mbështetjen e demokracive më të mëdha që kemi sot. Tani, të lutem. Kjo është tallje. Në këtë vështrimin tim, më fal. Në këtë vështrimin tim kjo është tallje. Edhe Pinocheti dhe diktatori Vietnamit Jugut kanë pasur mbështetjen kanë pasur mbështetjen demokracisë më të madhe në botë. Unë e quaj fyri inteligjencë këtë tani që Andi, po ishte aty po flasim për një gjë komplet ndryshe, po flasim për dy gjëra të ndryshme. E di si më duket mua. Ne flasim për një gjë shumë konkrete. Do me thënë, është pavarësisht, mund mos ketë lidhje Spaku, po që kur ka lindur Spaku, Edi Rama është forcuar apo është dobësuar? Në qoftë se ty Edi Rama sot të duket më i dobët se në 2016, hajde flasim. Ti e mbështet këtë heroizmi. Kjo është një, nuk mund t'i kalojmë gjërat sikur ti është ajo që the ti është e bazuar mbi fakte. Çfarë do thotë që është më i dobët? Më fal, çfarë do thotë që është më i dobët? Unë shoh që për shembull po marr vetëm si shembull, dakor? Unë shoh që në parlament të paktën maggioranca nuk diku është. Qeveria nuk vjen fare. Unë flas për parlamentin. Maggioranca dhe profesorët e maggiorancës vetëm një gjë që din të thonë është po dilni jashtë rendit ditës. Kupton? Nuk flet më, nuk argumenton më, nuk ka më, janë pa fjalë. Janë të shokuar nga ajo që po ndodh. Maggioranca nuk është fare aty. Shënje një autokracie gjithmonë më të fortë. Tani po më thuaj që maggioranca është më e fortë. Unë po të them konteksti. Konteksti është ky. Në parlament nuk kanë më argumenta. Nuk kanë më. Qeveria nuk është më fare. Po pritova se deri ndje. Po regjimi u bë sot ai. U bë sot regjim. Regjimi ishte para një viti, regjimi është sot nëse është regjim. Më falni një sekond. Para një viti, më fal. Është apo s'është? Shiko, se duhet të saktojmë mirë ku jetojmë. Kjo nuk është një demokraci. Nuk është një demokraci. Po që nuk është regjimi i Enver Hoxhës. Nuk është se ti ne do ishim burr, do ishim këtu. Dakor, tani kjo është e pa. Natyrisht, po. Dakor? Është e kot të flasim. Jemi në një autokraci. Jemi në një autokraci, absolutisht. Jemi në një formë. Ka një pyetje teorike. Po. A mundet që unë dhe ti, në qoftë se pranojmë që jetojmë në autokraci? Po. Mund të ketë drejtësi të pavarur në autokraci? O jemi në gabim që themi autokraci? Jo, s'është e vërtetë, nëse me mbështetjen e ndërkombëtarëve mund të ketë. Dakor. Vazhdojmë. Sepse jemi absolutisht dakord që në këtë autokraci, po mos kishin qenë ndërkombëtarët, nuk do kishte patur kur drejtësi. S'ka asnjë dyshim. Në një vend ku policia nuk është me prokurorët, nuk ndihmon prokurorët që të hetojnë krimin, por ndihmojnë pushtetarë dhe kriminalët që të mbrohen nga hetimet, është e qartë që
Po mos ishin ndërkombëtarët, nuk do kishte kur drejtësi. Sot që flasim është arrestuar zëvendës drejtori i policisë së Tiranës, por ky është thjesht një akt i fundit sepse Dumani një dëm shumë i madh kundër pushtetit. Urdhë? Një dëm që i kanë godit themelet. Po ky është sarkazëm se nuk është dëmi. Është domethënë, është domethënia. Nuk është, shiko, nuk i bën asgjë se ai është askushi, do zënësohesh nga një askush tjetër dhe ai do t'i shërbej Edi Ramës. Por ne do të kuptojmë gjithë që drejtësia kaq ka, nuk bën dot më shumë, se unë dëgjoj shpesh, Jo, nuk ka kaq. Po mori se më fal, po drejtësia nuk e vendos dot kush do jetë zëvendës drejtori i policisë Tiranës. E vetmja gjë që bën të bëj drejtësia është që të arrestojë atë që ka shkelur ligjin. Nëse i thuash, drejtësia arreston një ministër të korruptuar, nuk mund të vendosi një ministër tjetër të pa korruptuar. Nuk mund. Është qartë që nuk mund. Por ama mundet për gjëra të tjera. Çfarë? Do me thënë, ne pranojmë që jemi në autokraci. Po. Se ka njerëz që thonë jo, jemi akoma në demokraci. Tu të paktën biem dakord. Tani, në një autokraci si jonë, ne themi i kanë hëngër, i kanë goditur Edi Ramës figurat më të rëndësishme. Ku ka figura në autokraci, prandaj quhet autokraci, se është pushteti njëshit. Të tjerët janë numra, janë zara, janë ingranazhe të ndryshueshme. Nuk ndryshon, e treguam faktet, nuk ndryshon gjë për Edi Ramën se i ha dhe më të madhin fare Erion Velin, se e fiton më thellë Tiranën. Po. E kupton, ti i ha kryebashkiak të tjerë 4-5, PS-ja ka dalë më e fortë. Pse kjo? Sepse kjo drejtësia jonë e re, unë këtë e them shpesh, kjo drejtësia jonë e re, vërtet i ha në ingranazh autokratit, po nuk prek themelet që mbaj në këmbë autokratin. Kush janë themelet? Mediat një, klan Top Channel, që janë burit e propagandës, 2, pastrimi parave të krimit që mban këmbë gjithë ekonominë e zezë, ne gjithë e dim, vetëm Spaku se di. Thot, do blesh gjë apartament ke kulle këtit Kolumbis, jo po e blejt e kulle këtit Ekuadorit. Spaku këtu nuk hyn, sepse po të hyn të këtu, nuk është njësoj si kur të binte Veliaj, por shkatron të mekanizmin që mban këmbë ekonominë e këtij regjimi. Dhe treta, nuk hyn tek zgjedhjet. Këto janë 3 shtyllat e pushtetit Edi Ramës. Propagandë me media, parat zeza që mbajnë ekonominë dhe e treta, vjedhja e zgjedhjeve për të vazhduar të vjedhë Shqipërinë. Spaku jo vetëm syn këtu, por kur i duhet Edi Ramës, bën dhe siç bëri Nimar, që qëllon në i gol i rastishëm, fiton opozita në një, me procese të denjat kohës të komunizmit, i kësajojnë proces falso kryebashkiakut e fusin burg që Edi Rama të fitoj prap bashkinë. Pra, po si pam këto fakte, duket e lemerisme. Faktet i shohim, por problemi është që të njëjtat fakte ne i shohim në mënyrë të ndryshme. Ne shohim të njëjtin fakte, po t'jap një rast konkret. Dakor? Ti mund ta shikosh rastin e Imarës dhe mund të thuash 2 gjëra. Mund të thuash që Dumani që bën arrestimet e qeverisë ka bërë edhe atë, po ne këtë nuk e dim. Jo nuk e thua dot, jo nuk e dim. Më falni një sekond. Jo këtë e dim. Më falni një sekond. Ne nuk kemi thënë ndonjëherë, unë nuk jam më fal. Si Spaku në politik. Unë për këtë mund të mbaj një orë se kam lexuar çdo rresht. Tani çështja është, nuk kemi thënë, jo më është, nuk e mbroj unë atë. Ajo që po kërkoj të them. Ajo që po kërkoj të them e ta thash një prokurori politike që pranon falsifikim provash dhe dëshmitar të rrem. Më fal se nuk më kuptove. Andi, po të them, nuk kemi thënë, unë nuk kam thënë kurrë dhe nuk është asnjë aq naiv sa të mendoj që Spaku është i kulluar dhe drejtësia është e kulluar. Dakor? Është në shërbim. Po ky është problemi që ne kalojmë në një problematik, një padrejtësi të bërë nga Spaku, e përdorim atë për të goditur gjithë Spakun. Është padrejtësi. Më falni sekond. Absolutisht. Fakti që Tronklinët janë mbajti dosjen sirtar para zgjedhjeve. Fakti që Bajrave para zgjedhjeve në Shkodër se i duhej Rama Shkodër i hoqi dosjen dhe ja mbylli. Janë 3 rastësi, do thuash ti, nga njerëz që nuk janë gjithë Spaku,
por 3 ndërhyrje flagrante politike për të ndryshuar ekuilibrat politik në vend. I bëjnë nga padia dhe nga gabimi. Dakor? Vazhdo të besosh me naivitet sa po e tek tham, kjo. po jo, se ne po themi, unë nuk thash të gjë. Ne sa po tham që prezenca ambasadorëve që ti e shikon si një ndërhyrje të padrejtë dhe skandaloze në punët e brendshme të Shqipërisë, dhe unë e shoh si një dëshmi, një poshtërim për qeverinë dhe një dëshmi për faktin që Spaku nuk është perfekt, nuk është patmeta, që dhe aty nga kush po shpëtojnë ata, se një prokuror Spaku është ai, një prej tyre është. Por prapë edhe aty të gjithë jemi të vetëdijshëm që nuk janë të gjithë njësoj, nuk është perfekte. Tani ne e duam perfekte, e duam të kulluar. Të gjithë. Jo, ne të gjithë drejtësimet, jo. Të kulluar. Se ti flet, secili merr pjesën, ne lutem, secili merr pjesën e vet nga ajo që intereson. Ndërkohë që ka një ndryshim, se më pas kishin fare. Sot kushdo, secili nga aktorët merr pjesën që intereson. Njëri merr Imarën, tjetri merr Troplinat, tjetri merr arkën me peshk. Tu kujtohet arka me peshk? Dakor, secili merr të vetën për t'i rënë asaj atë pak drejtësi që po krijohet. Se janë rezultate. Po flasin rezultate tani. Edhe ato rezultate, më fal. Nga një anë bëjmë cherry picking, marrim çfarë na intereson edhe ignorojmë pjesën tjetër, dhe kur jemi përballë faktit që nuk e mohojmë dot që dy zëvendësministra, lutem, dy zëvendësministra, njëri pas tjetrit, njëri narrati, tjetra e pandeu. Më fal, dy zëvendëskryeministra, ne dhe faktet, po nuk është statistikë, është fakt tani, lutem. O Andi, vetëm ta mbaroj. Unë kam një ide. Po ta mbyll një sekond, Unë kam një ide dhe sjell faktet për të mbështetur idenë time. Ti tani ke idenë që Spaku dhe reforma në drejtësi nuk janë perfekte, po kanë bërë mirë. Ore, përveç enumeracionit që kanë marrë filanin dhe fistekun, më thuaj një gjë që ty të kanë kënaqur, një dosje që ti ke marrë mundimin ta lexosh dhe thu, ore, këtu është bërë drejtësi. Po tha morën këtë, po mund t'i kenë marrë gjithë gabimon, nuk e di. Ore, drejtësi për mua, më falni një sekondë tani, këtë po të shpjegoja, të shpjegoja. E para, pra sill dhe ti fakte është ideja, se unë sjell fakte në bazë të idesë time. Unë po të sjell fakte. Unë po të them se si kemi një SPAK që ekziston prej 5-6 vitesh, nuk e di sa është, ky është mandati i dytë, dakor? Në mandatin e parë arritën maksimumit e arka me peshk. Dakor? Në 3 vjet, dhe flasim për drejtësi, duhet të ketë drejtësi të bazuar mbi prova. Jo thjesht unë e di që ky është korruptuar, merre futet brenda qenin. Dakor, duhet të ketë drejtësi. Se ne flasim pa titur. Ne flasim nga jashtë, sikur të arrestosh një zëvendëskryeministër apo të hetosh një zyrtar të lartë, është një gjë që bën 2 minuta punë. Dakor? Në 3 vjet të ke 2 zëvendëskryeministra, ti thua është një listë. Po mirë, se si ta bëjmë? Se kur arrestojmë vetëm një, thoni është një. Kur arrestojnë 2, thoni ja vetëm 2. Kur bëm një listë me të arrestuar, thoni po kjo është thjesht për të bërë listën. Tani më fal, 2 zëvendës kryeministra, njëri narrati që e bën, po mirë, më fal. Por drejtësia, po çfarë do të thotë statistikë, se kuptoj, çfarë do të statistikë? Statistikë është 0 përpara, 20 tani. 0-20, po tani si të masin, më fal, statistika, di pse përdorë statistika? Sepse bazohet në fakte, jo në opinion. Prandaj përdorë statistika, numra. Statistikë do thotë fakte. Me që më përmende faktet, 0 përpara, vetëm ta mbaroj. 0 më përpara, me 10 tani. Dakor. Arka me peshk para 3 vitesh, dakor? Tuneli 50 milionë euro tunel i Llogaras sot. To janë fakte. Dakor. Janë fakte, ti thua ku i ke fakte, dakor. Dhe kjo është ajo që mua, dhe kjo, por enumeracion se faktet janë statistik. Faktet janë statistik. Ka një gjë në thelb që pse bëhet e gjitha kjo? Se bëhet. Do me thënë, kapëm një zëvendëskryeminist. Arben Ahmetaj narrati suksesi madh. Jo, 2. Prit. Po. Bën përpara 0. Nga i pari ke i dyti. Po. U paksua ndo pak vjedhja? Po çfarë argumenti është këtu? Se unë na bitem nga ty. Jo, të lutem. Po mos se çfarë. Jo, po s'më le ta them argumentin këtë pyetje do bësh padyshim. Do me thënë, pse ta thash atë që duhet të caktojmë ku jemi në autokraci. Sepse nuk ndalohet makinaria e vjedhjes. Po jemi në autokraci, kush ka thënë që nuk jemi dakord me këtë gjë? Ti po më bëj një argument me një gjë që ne jemi dakord. Jemi në autokraci. Por në këtë autokraci dhe prandaj them, ne themi sukses, ku zëvendëskryeministri i parë, por ndaloi vjedhja u shtua. Do iki dhe i dyti, do shtohet akoma më shumë,
Sepse ato 3 shtyllat që mbajnë në këmbë makinerin, vidh shqiptarët për vidh vota dhe vidh vota për të vidh shqiptarët nuk preken. Prandaj unë them kjo statistik është e papërfillshme, se kjo nuk pengon as masivizimin e vjedhjes dhe as fuqizimin e autokratit. Ne kënaqemi se lëshoi Edi Rama një viktim për të kënaqur etjen për gjak të turmave. Ne përveç se kërkojmë nga drejtësia që të jetë e gjitha perfekte. Përveç se kërkojmë nga drejtësia, perfekte, normale. Dakor, që të arrestojnë dhe të hetojnë ata që ne duam. Dakor, si duam që ne kur të hapim dosi themi, ça punet mire, pas ka një qarë këtë radhë, kupton? Ne duam që prokuroria të jetë siç e duam ne. Dakor, jo të respektoj ligjin, jo në bazë të ligjit dhe të mundësive, por siç e duam ne, jo përveç se duam perfekte, ne duam tani që drejtësia të na garantojë dhe një qeveri të pakorruptuar. Sepse, se këtë po thua ti po thua praktikisht, po të shohim që nëse është e vërtet kjo që po thua ti, që po luftohet korrupsioni, atëherë korrupsioni duhet të bie. Duhet që mos të kemi më një qeveri të korruptuar. Mos nuk funksionon kështu, t'jap një shembull konkret, të prekshëm me që të shembull. Ta vjedhjet më të mëdha kanë bërë që kur shpikën spakun. Incineratori, po jo më andi se tani gjë populiste tani, po këto janë populizëm tani, ta lutem. Populizma janë populizëm, janë populizëm. Është drejta jote ta quash populizëm. Është populizëm. Pastaj më fal një sekond, Të gjitha projektimet e golave të mëdha, gropave të mëdha në buxhet kanë të njëjtën mosh me fillimin e reformës në drejtësi. Po se mendoni se qartësisht ata mendojnë, jo, nuk është rastësi. Dakor, nuk është rastësi, Andi. Mund të jetë dhe kjo. Nuk është rastësi. Ka të bëjë me faktin që ishin të bindur që kishin në kontroll. Belinda Balluku thoshte, unë kam motrën në krye të vettingut, unë mund të bëj çfarë dua. Që këta ka gënjur mendja është e qartë, apo s'është? Fshirë, është e qartë që ka gënjur mendja. Atë që ka bërë projektin se ka gënyer mendja. Ka viktima Edi Rama, I cili ka përfituar qartësisht kaluam në 3 vjet, nga një reformë drejtësi që spakun zgjedhjen, griti dhe task force. Dhe del Edi Rama nga tribuna e partisë dhe I thot, ma kapni pak të kryetarën e bashkisë që punon për Tom Doshin. Dhe I sulen Xhagajdurt e spakut që të nesërmen, me urdhër politik. Dhe po të shikosh relacionet e spakut, del që në Shqipëri votat I vjedh opozita. Ka më shumë hetime për opozitën që vjedh vota se sa për pushtetin që shkoj 83 deputet. Janë qesharak. Janë qesharak, por ajo që bën përshtypje është që po të flasim në këtë mënyrë, ku e dim shumë mirë që nuk është kështu. Dhe ti e di shumë mirë që nuk është kështu. Pse nuk është kështu? Ta tregojmë pse nuk është kështu. Unë dëgjoj shpesh, spaku pse nuk gjen parat. Spaku pse nuk sekuestron parat. Pse vetëm I jeton, por nuk ju ka parat. Pse spaku nuk ndalon vjedhjen e votave. E para, ne e dim shumë mirë që zgjedhjet, fati zgjedhjeve nuk vendoset ditën e zgjedhjeve, nuk vendoset as fushat elektorale. Fati zgjedhjeve vendoset për ditë. Edhe sot që flasim, dije, nesër. Në çdo studio televizive, ti ke televizionet që janë në shërbim të Edi Ramës, ke mediat, ke analist, unë në çdo studio kur dal, jo gjithmonë, po mesatarisht, kam dal me 4 veta apo me 5 veta, kam 2 përfaqësues të majorancës, që janë aty të paguar nga majoranca, dhe që u vin mesazhi I duhet përcjellin, nuk del vetëm Partia Socialiste, po del majoranca me analizë qoja, pastaj ke 2 analistë të tjerë që kanë detyrë të bien opozitës. Dakor, dhe pastaj jam edhe unë. Dhe kjo është konteksti në cilin që relativizojnë dhe justifikojnë gjithçka. Dakor, këtu flasim ku ka debate, nuk po flas për lajmet ku lajmet janë ilaç për popullin. Më fal një sekond. Të lutem. Kjo janë zgjedhjet. Më fal. Këtu vendosen zgjedhjet, nuk vendosen zgjedhjet. Po është problem. Po tani një sekond ta mbaroj tani. Po jo, ta mbaroj se ta mbaroj një sekond. Do të ndihmoj. Jo, nuk mos më ndihmo. Mos më ndihmo fare. Mos më ndihmo fare. Tani ti di shumë mirë që zgjedhjet nuk vendosen aty dhe ai task force është kot, është totalisht kot. Sepse nuk bën zgjedhjet ikën, mbaruan, I ka fituar. Këtë po them që nuk është. Më fal një sekond. Prit ta mbaroj. Edhe kështu që gënjejmë njerëzit, më fal, jo gënjejmë, po që në fakt nuk I themi, nuk ja tregojmë tamam të gjithë, I tregojmë një pjesë. Flasim për sekuestrimin e parave. Marrim shembullin konkret. Tani
Spaku, që ka shumë të meta, se duket sikur dalun avokat, sikur janë perfekt, nuk janë perfekto. Absolutisht jam aty që përmendet ti për shembull që të kanë marrë donin të bllokonin lapsin. Dakord, apo për Imarën edhe për shumë të tjera me radhë. Tani, marrim incenatorin e Tiranës. Spaku ka sekuestruar incenatorin e Tiranës, se kaq mund të bëj. Jo, Prit, jo, ta mbaroj. Se dole ke zgjedhjet. Po jo, ta mbaroj. Jo, po se përmendet ti për më të treja tani, do të jap raste. Po ti marrë një nga një. Pastaj merri një nga një. Unë po tregoj 3 raste se si përcillet mesazhi te qytetarët në mënyrë të deformuar. Parat incenatorit të Tiranës, Spaku zbuloi që incenatorit të Tiranës është një vjedhje e madhe, është një le të themi një skandal korruptiv gjigant. Dakord? Do thua është i arriti te Zoto, nuk vajti te Rama, nuk vajti te kush shihet pas pronarëve në kompani offshore. Ka sekuestruar kompaninë, ja ka marrë Ramës në thelb, se ne dim shumë që nuk është Zoto, po është Rama, dhe ja ka kthyer shtetit. Tani, incenatori i Tiranës ka vajtur prapë te Rama, sepse administratori i incenatorit të Tiranës është tani drejtori i agjencisë që menaxhon asetet e sekuestruara. Praktikisht Spaku ja mori Ramës dhe dha prap Ramës, se s'kishte kujt ja jepte. Se nuk mund të mendojmë tani që Spaku sekuestron parat dhe ja shpërndan popullit. Ramës do i vjen ato para dhe parat e sekuestruara. Apo s'është? Tani të thuash që fajin e ka Spaku sepse nuk sekuestron parat, nuk sekuestron pasuritë. E vërteta është që nuk mjafton Spaku as për zgjedhje, nuk mjafton Spaku as për sekuestrimin. Spaku nuk e ka policinë në kontroll. Nëse të vin policia të thot, kapën filanin për fajsues i majorancë, i opozitës, krau një zyrtar i lartë i Partisë Demokratike apo i Partisë Mundësia, dakord, dhe kemi kapur me këtë provë që ka bërë një gjë totalisht të papërfillshme dhe mund ta ketë bërë në raport me çfarë bën qeveria. Prokurori nuk mund të thotë, jo më vjen keq. Ti polic, do të më sjellësh atë të madhin, jo këtë të voglin. Më kupton? Edhe sikur Spaku të ishte i përsosur, edhe sikur të ishte i përsosur. Aq më tepër që nuk është i përsosur. Nuk po them që nuk ka mundësi që të jetë edhe e përfshirë, por duhen shpjeguar këto gjëra. Duhen shpjeguar. Tani ne kemi dëgjuar Erion Veliaj po i bie një qaf. Afro mikrofonit të lutem. Jo, se s'kam vendosur. Okej. Ne i bëjmë gjyqin Spakut, pse si është e mundur që i kanë dhënë telefona, ku e di unë, për që nuk e lënë të dalë, nuk i lejoj një kompjuter. Nuk e vendos Spaku. Nuk vendos Spaku se doan makarona apo ç'a doan, kë do takojnë e kës do takojnë. Varet nga qeveria, po këto gjëra njerëzit nuk i din. Tani dhe po e mbyll. Me që mezi po pret të më... Tani, shiko, të kthehemi pak tek thelbi. Kemi një drejtësi, ne kemi 35 vjet ku s'ka patur. Jo, po e mbyll me 2 fjali, po e mbyll me 2 fjali. T'jap fjalën. Kemi një drejtësi që 35 vjet nuk ekzistonte. Kemi 3 vjet që de facto Spaku ekziston. 3, se Dumani. Po 6 ai tjetri u mor me arkën e peshkut. Dakor, ne flasim, po ne tani po flasim për këtë. Kemi 3 vjet. Kanë bërë ti thua statistik, po janë fakte. Vetëm Edi Rama mungon. Kanë mbajtur të gjithë rreth i ngushtë i Edi Ramës. Mos thjesht do të kemi pak besim dhe ti mbështesim dhe jo ti sulmojmë, Unë kam qenë para një viti, unë kam qenë në parlament ku ka qenë Dumani dhe unë kisha dyshime dhe dilema, se shikoja që ndërkohë që në opozit kishin arrestuar dhe kishin marrë pandehur kryetarët e partive demokratike opozitare, janë si janë, po ishin kryetarët e partive opozitare, kurse nga ana tjetër maksimum kishin vajtur tek Beqaj para një viti dhe kam pyetur, më fal, mos është vje kuqe Rama dhe Veliaj, pas 6 muajsh arrestohet Erion Veliaj, pas një viti merret pandehur Belinda Balluku. Është e qartë që dyshimi është më se legjitim, por drejt që ta marri do të kemi edhe pak besim, edhe pak durim, se 3 vjet janë. Kjo do të thotë, shiko, më dëgjoj, ti je i sigurt. Ditën nëse Spaku nuk shkonte Edi Rama, unë jam totalisht dakord me ty që drejtësia është treguar e pa drejt, le të themi, ose që drejtësia ka qenë e kontrolluar. Dhe gjithë kjo ka qenë një teatr. Dakord? Por nuk mund ta paragjykojmë ne tani se vajti vonë
shpejt e duam tani, ta arrestoni tani, sot. Jo, se ka kërkuar njëri këtë. Ti ke një gjë drejt. Kur thua spaku s'mund t'i vendosi zgjedhje. Ha? Por ti e shef çdo njeri atë. Pra, hallin tënd në thonjë, që shkon në studio mediash të blera dhe me analistë të blerë. Dhe kjo është çështje që ajo që tham, jetojmë në autokraci, nuk ka vetëm një institucion. Po ç'mund të bënte spaku në këtë rast, për shembull? Natyrisht spaku, edhe po t'jem unë një analist i blerë, nuk ma vërteton dot nga i marr lekët unë që të kundërshtoj Agron Sheaj. Ama spaku e ka pasur në dorë dosjen e Top Channelit me lekët e inceneratorit. Dhe e ka mbyllur. Dhe sipas raporteve ndërkombëtare e ka mbyllur dhe me ndërhyrjen e Edi Ramës. Ato lojrat që bëheshin fiktive shite blej, jo me Lori Kafe, jo me kështu, janë evidente. Dhe kur them unë që ka 3 shtylla që nuk prek spaku, nisem nga faktet. Dosja sot e Top Channelit është mbyllur, ashtu si nuk hetohen as pronat e klanit, për një gjë, se janë burit të domosdoshme që Edi Rama të fitoj zgjedhje, që të bëj propagande vetë. Dhe këtu jemi në pikën që ka ca gjëra, jo Edi Ramën si emër, por thelbin e pushtetit Edi Ramës, që spaku nuk e prek dot. E dyta, erdhi dosja nga Italia për tromplinët. Opozita bërtiste për ditë zgjedhjet në Durrës, po i vjedh banda e tromplinëve. Dikush mund thotë si puna jote që është gabim, është në njeri ka, por dikush tjetër mund thotë e kanë nga paaftësia. Por fakti është fakt që i lanë tromplinët e mbajtën dosjen sirtar t'i vidhnin zgjedhjet në Durrës e i goditën pas zgjedhje. Po pam këtu rastësi dhe defekte, unë them kjo është linjë dhe këtu zullumi është bërë aq i madh, sa unë mendoj që lëshimi er pasere i Beqes, si Veliajt, disa personazhe fare pa vlerë për Edi Rama, që i ndryshon brenda ditës. Ne kur u kap Sajmir Tahiri me drogë, njeriu që kishte kanabizuar gjithë Shqipërinë, ne tham ra Edi Rama. Jo, se ishte Edi Rama arkitekti. Ndroi Sajmir Tahirin dhe vazhdoi lojën. Pra, është në interesin e Edi Ramës që me këtë zullum kaq të madh, her pas here të lëshoj një viktim ndaj turmave që duan gjak, për të rritur realisht pushtetin e vet. Dhe këtë ja ka dhënë me plot fuqi spaku, siç ja kanë dhënë dhe mediat, siç ja kanë dhënë dhe parat e drogës, siç ja ka dhënë dhe dobësia e opozitës, se një opozitë mund të jetë e fortë në një autokraci. Por kur unë jam kritik me spakun, nuk them se spaku është i zi, po spaku është njësoj si PD-ja dhe si Top Channel, si disa organizma që veprojnë në një autokraci, që ka që kanë këllqet, ka që kanë fuqit, dhe po ka që kanë dhe kompromentimin në raport me autokratin. Ne themi shpesh, PD-ja marrin leje ndërtimi, bëjnë favore Ramës, ne themi shpesh mediat, po i ka bler Rama, aty ju ushqen me para. Kështu është dhe spaku. Është një organ i një trupi kanceroz, i cili nuk mund sillet si organ i shëruar dhe normal. Prandaj unë e dua normal, jo shumë të mirë, e dua normal, po s'është dot as normal. Ky arsyetimi jam dakord, është mendimi yt, absolutisht, është më se i logjikshëm. E vetmja gjë që nuk më bind dhe dallimi i madh në fakt midis aktorëve të ndryshëm, siç the ti, spaku ose drejtësia, ajo pjesë e spakut që bën opozitë, që bën drejtësi, jo opozitë, nuk themi që bën opozitë, apo mediat dhe PD-ja, ka një dallim shumë të madh. Do thuash ti që kjo nuk është e rëndësishëm, por që kanë mbështetjen e ndërkombëtarëve, që do të thotë fakti që kanë mbështetjen do të thotë që këta janë më të lirë, sepse ti nuk mund të mosh
nuk mund ta mosh që po mos kishin ndërkombëtarët. Edhe kjo që ti quan që është pak, do ishte pamundur. Koha e ka treguar. Ore mjafton mënyra. Ti mjafton të shikosh se si Edi Rama reagon, sapo i preket, le të themi, sapo i preket besueshmëria nga akte shumë të vogla, edhe të rëndomta në raport me arrestimet e mëdhaja. Do e masim punën e Spakut me teatrin që bën Edi Rama. Jo, unë po kërkoj po të them. Edi Rama ka kritikuar dhe Top Channel dhe i ka thënë zi realitetin, po gjithë e dinë që është buria e propagandës e Edi Ramës. Tani, se masu dhuna po dhe që bën Edi Rama një institucion. Dgjoj. Jo, po ka një problem që për Spakut Edi Rama ka është një gjë forcuar, që po dën Top Channelin nuk kur e sulmonte Edi Rama, nuk i dolën gjithë ambasadorët në blok në mbrojtje. Mos harrojmë që ndërkohë që sot Dumani, prokurorët që po luftojnë korrupsionin, po sulmojnë, më fal, merr këta ndërkombëtarët si kriter të vërtetës. Këtu erdhi Hillary Clintoni edhe tha gjithë Evropa lindore duhet marrë shembull nga demokracia e Sali Berishës. Këtu erdhi sekretari tjetër shteti Blinkeni tha o shqiptar sa të lumtur keni që keni një udhëheqës të rrallë si Edi Rama. Këta janë kriterit të vërtetës ma. Po unë këtu i vë Chelsea logjikës, po për mbajta këta si kriter të vërtetës. Lutem dhe. Tani, dhe këtu e mbylla. Mos ngatërojmë. Po, tani ta mbyllim, po, shiko. Vazhdojmë të ka një të pavërtet në thelb nga kjo që po thua ti. Se ti po merr deklarata. Deklarata kanë bërë dhe për Spakun. Po pritmë se janë deklarata. Herojtë e feve tam. Po pritmë se për nuk janë deklarata tani për Spakun. Tani për Spakun ke një qendrim të qeverive. Tani Andi, lutem, nuk mund të ngatërosh tani. Sekretari i shtetit ku ka. Po flasim për deklarata të ish presidentëve, ish sekretari i shtetit, deklarata që kanë të bëjnë me një rast të veçantë dhe po e krahasoj me një qendrim koherent, konstant, prej 10 vitesh nga kur ka filluar reforma në drejtësi, ku janë të gjithë koherent bashkë në mbrojtje të Spakut. Tani ti ma krahason janë aq koherent sa Kosovës dhe Maqedonisë i thanë mos bëni reformë si Shqipëria në drejtësi, se është dështim. Aq koherent janë. Do flasim për Shqipërinë. Flasim për Shqipërinë, tani po flasim për Shqipërinë. Bëni reformë si Shqipëria. Këta koherentët që përshëndesin si histori suksesi reformën drejtësi këtu. Edhe Maqedonisë dhe Kosovës. Se ka një dallim shumë të madh midis çfarë bëjnë të huajt dhe çfarë bëjmë ne. Të huajt pasi bëjnë një gjë, kur dua ta bëjnë prap, kërkojnë ta bëjnë më mirë se ç'e kanë bërë. Dhe nuk janë të verbër, thonë është perfekte çfarë kemi bërë. Ose thonë me këta kavjet këtu dështoj eksperimentin mos e bën vend tjetër. Cilat kavje morë Andi? Nuk po ty. Po ti jemi kavje në këtë rast. Nuk është e njëjta gjë që nuk është e njëjta gjë që ka ndodhur në lindje. Pse mendon ti se Shqipëria është një rast i veçantë dhe i rrallë dhe unik? Po pse nuk po ndodh në Shqipëri, nuk e shikon ngjashmërinë midis çfarë ka ndodhur në Europën e lindjes dhe çfarë po ndodh në Shqipëri, çfarë ndodhi në Kroaci dhe çfarë po ndodh në Shqipëri, çfarë ndodhi në Rumani dhe çfarë po ndodh në Shqipëri. Po pse ne do të mendojmë që kavja u të shkretët ne, erdhën ndërkombëtarët dhe po na përdorin. Po pse morandi nuk e shikojmë? Ja bën mua dhe një fëmijë 5 vjeç e kupton që është e njëjta gjë identike. Kanë marrë, po se s'është identike, më thuaj se s'është identike. Kanë bërë të njëjtën gjë identike. Kanë marrë në vende ku sundonte korrupsioni, kudo. Nuk e kanë eksperimentuar në kushtet e një autokracie. E kanë eksperimentuar luftën ndaj korrupsionit në kushtet e një demokracie. Dgjoj. Cila demokracia Andi? Nuk ka pas. Se çfarë mendonin, se çfarë mendonte opozita, se çfarë mendonte opozita në Kroaci? Asaj Dragea i Rumanisë. Çfarë mendonte opozita në Kroaci? Nuk mendonte që jemi në një diktaturë, që jemi në një autokraci. Asnjëherë si kanë thënë Sanaderit diktator. Tani ne vazhdojmë të shikojmë në këndvështrimin tim të paktën, vazhdojmë të shikojmë në mënyrë sipërfaqësore atë që po ndodh në Shqipëri dhe momentin historik që po kalon Shqipëria. Dhe nuk është se është bërë për Shqipërinë. Ky është një ndryshim i madh që ka ndodhur në gjithë Europën e lindjes, po ndodh edhe në Shqipëri. Ne në vend të shikojmë realitetin, dhe vazhdojmë merremi me e kapën pse troplinët nuk janë nxorën dosjen pas zgjedhjeve, po janë nxorën pse janë nxorën para zgjedhjeve, po janë nxorën pas zgjedhjeve. Pse nuk e arrestuan Erion Veliajin? Kupton ti çfarë çmendurie? Pse nuk arrestuan Erion Veliajin për incineratorin, po arrestuan për 1 milion argjime që kishte bërë për veshje? Kupton? Ndërkohë, ndryshimi normale këto.
Ore, nuk më duket normale që ne nuk shikojmë fenomenin në tërësi, por me shikojmë vogëlsirat. Ore, drejtësia Erion Velia, pse u shkarkua Erion Velia, më falni një sekond. Pse u shkarkua? Për gjysmë miliardë euro incenerator. Ore, këtu nuk po flitet për. Sot janë rikuperuar 5 milion. Këtu po flitet, këtu por janë dënuar njerëz se as janë rikuperuar vetëm për 5 milion, për gjysmë miliardë euro. Tu po flitet për një ndryshim rrënjësor që shkon për te atyre. Pralla më e madhe që është thënë në njerëz shqiptarëve për të gënjur. Ky është realiteti, duhet parë. Ndryshimi është katastrofal. Dhe kjo është për t'i thënë njerëzve mos votoni Agron Sheajin, se do akmerret spaku për ju. Është e qartë që e mendojmë ndryshe. Tani çështja është këtu. E mbyllim se sa zgjati, nuk e di. 1 orë e gjysmë, po mirë, nuk kemi më shumë. Tani si do ta bëjmë, nuk e prekim, sidomos me ty një nuk e prekim se s'ka asnjë diskutim. Tani, çështja është këtu. Si do ta bëjmë ne që të kuptojmë kur do bindemi, ç'a të duhet ty që të bindesh që drejtësia është realisht e pavarur, jo që është perfekte, por që është e pavarur nga autokrati Edi Rama. Qa duhet të? Që ta bëjmë shënim? Të kem dosjen e parë. Jo dosjen tani, kjo është shumë e përgjithshme. Një çështje që mua nëse merret i pandehur Edi Rama, do bindesh që Edi Rama nuk e kontrollon spakun? Një çështje. Tani kjo është shumë e përgjithshme tani, nuk mos e shmang. Kjo është shumë, tani kjo është, po nuk është, duhet diçka objektive. Një sekond. Po, jo, s'është. Jo, ta gjykojmë. Këtu reke fobia. Cila fobia? Që na akuzojnë gjithve nga pak që ju e keni me Edi Rama. Unë e kam bërë dhe këtë skenar më kokë dhe kam thënë, ore mos do vi një ditë që unë mund të mbroj Edi Ramën në raport me spaku, në të shkuptim. Në qofë se një kaubojsi, si Donald Trumpi, nuk i ka pëlqyer ajo shakaja Edi Ramës me Macronin, apo ato deklaratatë. Dhe thot, atje kemi një kamzhik tonin. Goditeni atë kryeministrin e Shqipërisë, pa prova, pa fakte, si që unë nuk e kam dash kur si model politik Belerin, po kur e dënon pa fakte, them jo, po dënove Belerin pa fakte, nesër ma bën mua. As Edi Ramës nuk duhet bërë, edhe me të çmimin e të çlirimit të Shqipërisë nga autokracia Edi Ramës, një proces fars. Prandaj them, dua një dosje bindse të parën për korrupsion, për vjedhje zgjedhjesh, për media, sa jo Rumania që merr ti si shembull drejtësie, sa pronar mediash, çohi prapa ekura. Prandaj, kur të kem të parën dosje, qoftë dhe për Agron Sheajin apo Andi Bushatin, ore, bën një dosje model që më bindi, unë do ndryshoj mendim. Po model si pas mendimin tënd? Po ti si as prokuror, as gjykatës? Jo si dosja Beleri. Jo me provat falsifikuara e me dëshmitar të falsifikuara. Nuk më e përgjigjen. Nëse merret i pandehur Edi Rama, do bindesh, do mund ta marrin kot këtë të thash. Kështu që nuk mjafton për të bindur. Por nëse arrestojnë Edi Ramën, do bindesh që do pranosh që ore do shoh dosjen po. Më fal, Andi, unë do të kuptoj. Ramofobikun. Unë dua që këtu të bëhet drejtësi. Edhe Edi Ramën me gjithë krimet që ka kryer, po e morën kot si një kalkulim politik për të zgjedhur një zgjidhje politike, kjo nuk është drejtësia që dua unë. Këtë po të them. Pra, të zhvishemi nga personat. Do bëjmë drejtësi për këtë vend apo do bëjmë gjuhëti shtrigash? Ka që thjeshtësh. Nejse, nuk kemi asnjë mundësi për të kuptuar, ti nuk pranon as ti e do kështu, ta kesh, ta lexosh e pastaj e gjykon ti, është bindse s'është bindse. Ty nuk do të mjaftonte arrestimi i Edi Ramës. Është si mediat që themi ne. Nganjëherë e kam inatun Agron Sheajin dhe e shoh një media që i bie Agronit apo i bie Sali Berit dhe them, media e fortë kjo. Ore i bie me fakte? Ti mund të kënaqesh nga një veprim, por është veprimi drejt, është i ndershëm, po nuk pati në thelb drejtësi, patjetër do prodhoj në të ardhmen një katastrofë më të madhe.
Shumë mirë. Unë të falenderoj shumë Andi për Kënaqësi. pranimin e ftesës edhe për debatin që shpresoj që kush na ndjek ta shoh. Pavarësisht se kishim mendime të goxhat ndryshme, është nga debatet më të cilësore që kam bërë për këtë çështje dhe unë ndjeva i kënaqur nga shkëmbimi. Faleminderit.